Bashkia e Shkodër ka rishpallur edhe një herë skemin e granteve, një skem që i dedikohet të gjithë banorëve të Bashkisë Shkodër, të gjithë shtetasve shqiptar, banues në Bashkinë Shkodër të moshës mbi 18 vjeç, për të aplikuar në këtë skem grantit. Sikurse vitet e kaluara, të gjithë ato persona apo subjekte ekzistuese, të cilët kanë një ide apo kanë një biznes ekzistues dhe dëshirojnë që të përmirësojnë shërbimet, proceset e punës apo produktin e tyre me një element inovativ, mund të aplikojnë pranë Bashkisë Shkodër. Thirrja do të qëndrojë e hapur deri më 22 maj në orën 16 dhe janë të ftuar të gjithë ato të cilët dëshirojnë të aplikojnë në këtë skemë për të përfituar nga kjo mundësi që jepet. Grantet në dispozicion shkojnë deri në vlerën 500.000 lekë të reja.